Jeta pas Big Brother VIP është aty ku duhet jetë. Më pëlqen të jem spontane dhe të reagoj ashtu siç më vinë gjërat në moment. Nëse është një gjë në jetë që unë nuk do bëj kur kompromis dhe nuk do e përdorja kur për lojë, qoftë aty brenda dhe qoftë jashtë, janë ndjenjat. Lidhja vazhdon edhe jashtë. Nga 2000 shumë të mirë, gjithë izolimi dhe gjithë stresi që po përjetoja aty brenda, mu shndrua në një ndjenjë dhe në një ndjesi për casting. Nga 2000 të mirë u bëm dy njerëz të dashur. Jam e përmbushur nga çdo anë. Më pëlqen televizioni, e synoj televizionin. Tina, mirë se gjim tek dyqani jot i luleve. Faleminderit që keni ardhur. Kalon shumë kohë këtu? Po, është vendi që kaloj pjesën më të madhe të kohës sime. Sigurisht është edhe puna ime, po në të njëjtën kohë është edhe pasioni im, kështu që detyrimisht unë gjendem këtu. Si të erdhi ideja një dyqani lulesh? Ka qenë vendim shumë spontan, i marr një ditë të bukur në jetën time. Gjithmonë i kam pëlqyer lulet. Gjithmonë kam jetuar mes lulesh, që fëmijë, edhe kur u rrita e vija re që kisha si një lloj lidhjeje e quaj unë me botën e luleve. Më ndikojnë shumë shpirtërisht, më bëjnë më të lumtur, edhe duke qenë se nisur nga vetja ime më jepnin këtë lloj reaction, këtë lloj reagimi, mendova që nëse krijoja një flower shop, pra një dyqan lulesh, do kisha mundësinë që të bëja të lumtur edhe njerëzit e tjerë dhe jo vetëm veten. Si është jeta pas Big Brother VIP? Si të ka ndryshuar? Jeta pas Big Brother VIP është aty ku duhet jetë. Jam munduar që kësaj eksperience me të mirat dhe me të këqijat e veta, pas mbarimit ti marr vetëm anët pozitive. Jam përpjekur të shfrytëzoj kohën me miqt, me familjen, të mirat që vinë pas kësaj eksperience dhe pse jo për të hedhur një hap më tepër në karrierën time. A kishe një strategji kur hyre? Jo, me thënë të drejtën, nuk kisha një strategji fikse. Nuk jam njeri që cilësohem dhe identifikohem që eci me lapës dhe me letër në jetë. Më pëlqen të jem spontane dhe të reagoj ashtu siç më vinë gjërat në moment. Mendoj se kjo më bën më të veçantë, se sa e drejt për drejt jam edhe se sa spontane jam. Çfarë do të bëje ndryshe tani që ke dalë dhe ke shikuar veten? Çfarë do bëja ndryshe? Nuk do bëja shumë gjëra ndryshe, sigurisht për sa i përket ndjesive të mia ato nuk i mohoj, por do doja ta kisha shijuar pak më tepër. Ta kisha lënë pak më janë atë overthinking, pra atë mendimin e tepër që i bëja vetes aty, edhe pak stres që kisha, edhe thjesht ta kisha shijuar më shumë se eksperiencë, sepse është realisht eksperiencë shumë e bukur, dhe tani që kam dalë, mendoj që po ja ka vlerëtur. Lidhja që krijove mori shumë vëmendje. Sa reale ishte ajo për ju? Sigurisht që ishte 100% reale. Unë e kam thënë, nëse është një gjë në jetë që unë nuk do bëj kur kompromis dhe nuk do e përdorja kur për lojë, qoftë aty brenda dhe qoftë jashtë, janë ndjenjat. Mendoj që nuk fshihen. Edhe nuk i mashtron dot njerëzit, as më pak publikun. Sepse në fund të ditës eksperienca, edhe nëse do kishim zgjatur deri në fund, është vetëm 3 muaj dhe lidhja vazhdon edhe jashtë. Këto janë prova dhe fakte të mjaftueshme që ajo që kemi pasur aty brenda ka qenë reale dhe jo vetëm për show. Si ndikoi në marrëdhënien tuaj e gjithë situata dhe izolimi? Në fakt, kjo është pjesa le të themi më ironike e gjithë historisë, sepse nga 2000 shumë të mirë, gjithë izolimi dhe gjithë stresi që po përjetoja aty brenda, mu shndrua në një ndjenjë dhe në një ndjesi për casting, kështu që ndryshoj komplet rrjedhën e historisë. Nga 2000 të mirë u bëm dy njerëz të dashur. Nga raporti që kishit brenda shtëpisë, si ndryshoi kjo marrëdhënie pas daljes tuaj? Lidhja jonë vazhdon të jetë po njësoj, madje akoma dhe më e fortë, thoja, sepse me kalimin e kohës ne po njohim akoma dhe më shumë njëri tjetrin në një aspekt që aty brenda
Jo që nuk nisëm, por ndoshta nuk patëm kohë ta zhvillonim. Këtu jashtë kemi qenë 2 miq, kështu që tani po e njohim në dimensione të tjera njëri tjetrin. Sigurisht kemi nga ato zënkat e momentit edhe mosmarrveshjet, sepse jemi deri diku të dy pa kokëfort, do thoja. Edhe ky temperamenti gati i njëjtë në ca momente na bën që të kemi kështu përplasje dhe konfrontime mendimesh dhe idesh. Por që ja dalim, jemi akoma bashkë. Ina, kush mendon se është më falco brenda shtëpisë? Njeriu më falco brenda shtëpisë. Dgjoj, të gjithë janë nga pak falco aty brenda, do thoja. Sigurisht deri diku për hatër të lojës, po dhe si karaktere. Por që ajo që do veçoja, më vjen keq ta them, është një vajzë dhe për mendimin tim është Bërkena. Është njeriu më falco aty brenda, që sikurse edhe është thënë, nuk i lidhet figura me zërin dhe mendoj që mban një qëndrim dhe i ka veshur vetes një lloj personazhi që nuk e përcakton fare dhe që dallohet që është e sajuar nga kokat e këmbët. Po dikush që ke pasur një opinion të mirë për të, por pasi ke dalë jashtë të ka zgënjur. Me thënë të drejtën, kur e kam ndjekur nga jashtë, më aq mundësi sa kam pasur jo gjithmonë, kisha krijuar goxha mendime të mira për shumë personazhe dhe banore të brenda. Por pasi jam bërë vetë pjesë e shtëpisë dhe i kam njohur në një dimension tjetër, kam ndryshuar mendim thuajse për të gjithë. Prandaj i mëshoj gjithmonë mendimit tim që të jesh aty brenda dhe të jesh këtu jashtë janë dy botë të ndryshme dhe se si e shohim ne lojën që kemi qenë pjesë vetë dhe se si e shohin njerëzit këtu jashtë pra publiku, është pak e ndryshme dhe ndonjëherë prandaj nuk na përputhen mendimet. Kush ka luajtur më mirë lojën sipas teje? Nuk kam një emër konkretisht se cili është ai që e ka luajtur lojën më mirë. Mendoj që secili ka zgjedhur strategjinë e vet për të qëndruar sa më gjatë aty. Kjo është përgjigjimi, nuk kam një emër konkret. Ndoshta nëse pyetja do ishte cilën lojë të banorëve aty brenda nuk do bëja, po, mund të kisha një emër. Për shembull, unë nuk bëj dot lojën e dikujt që nuk jam. Pra të shtirem si dikush që nuk jam, për mendimin tim kjo është loja më falso aty brenda, më fake, edhe që në një moment nuk të nxjerr të lar, por të nxjerr gënjeshtare para publikut dhe këtë lloj loje nuk do e bëja dot. Ndërsa për lojën më të mirë pastaj nuk kam një emër, secili e di vetë strategjinë që zgjedh për të qëndruar aty brenda. A ka aleanca të fshehta që publiku s'ka arritur t'i kuptojë? Aleanca të fshehta, po shumica le të themi kanë dalë në pa, janë bërë publike, plus aty brenda asgjë nuk është e qëndrueshme. Domethënë, çfarë është tani, më vonë, nëse nuk të konvenon, sigurisht ja ta aleancën e prish edhe kalon në një front tjetër apo mban një lloj qëndrimi tjetër. Kështu që, jo, mendoj që jo. Unë mendoj që loja e Big Brother është një lojë që të nxjerr zbuluar dhe në një moment apo në një tjetër ti nuk e fshet dot më lojën tënde dhe del zbuluar. Kush mendon se e fiton sipas teje? Unë që t'jem koherente me fjalët që kam thënë, vazhdoj t'i qëndroj mendimin tim. Në sytë e mi, aty brenda nuk është asnjëri fitues. Si ke përjetuar reagimin e publikut pas daljes? Me thënë të drejtën, një ndër frikrat e mia më të mëdha aty brenda ishte mënyra se si perceptohesha këtu jashtë dhe mendoja ndonjëherë, okej, momenti që do dal, si do pritem, çfarë është thënë, sepse kisha ndjer deri diku që mund të kishte pasur polemika goxha të forta. Por ndodhi totalisht e kundërta, kur dola pata një lloj zemërgjerësie dhe mbështetje nga njerëzit e mi më të afërt, padyshim që po, por edhe nga njerëz që nuk i njihja, mesazhe request në Instagram, njerëz që më përshëndesin në rrugë, edhe kjo më mbushi me energji pozitive dhe thash, okej, që e kam gabuar. Pas ka dhe njerëz që e kanë vlerësuar lojën time dhe karakterin tim të sinqert dhe atë Inën që unë përpoqa me kaq shumë dëshirë dhe zell ta tregoja, sidomos pas largimit kesit, ku unë beta vetëm, dhe të tregoja anën time më të mirë, atë Inën e fortë, që luftonte dhe që dinte të bënte edhe debate. Dim që ke një raport të veçantë me mamin. Çfarë të tha pasi dole nga Bigu? Fjalët më të mira. Mami pasi dole nga Bigu më ka thënë fjalët më të mira. Më ka mbështetur sigurisht siç e ka bërë gjithmonë, por këtë herë akoma edhe më shumë. E kishte marrë malli shumë, edhe mezi po priste që unë të kthehesha në shtëpi. Për çfarë nuk do ta mërzisje kur mamin? Për lojën. Prandaj them që
Për sa kohë isha aty brenda, ndoshta nuk e shqova dot aq sa duhet sepse mendoja shumë për mamin. Nëse po mërzitej ose jo, dhe kjo më bëri deri diku të mos e shijoja aq shumë dhe të stresohesha deri diku. Dhe sigurisht për lojën nuk do e mërzitja kurrë, pra nuk do doja kurrë që loja ime të ndikonte tek ajo dhe ta mërziste, sepse sa e rëndësishme është ajo për mua, nuk është bota, jo më loja. Veshja pa aksesor, çfarë blerjesh bën më shumë? Unë shuhem si njeri që jam i apasionuar pas modës edhe të bukurës. Kështu që bëj blerje shumë pa kriter. Cila është blerja e fundit? Blerja e fundit? Nuk e mbaj mend tani. Veshje. Veshje kanë qenë. Cilat janë markat e preferuara? Markat e preferuara. Kam edhe brende shqiptare që i preferoj, por edhe brende tuaja sigurisht. Po, le të themi, brendimi preferuar është Chanel. Produkti më i shtrenjtë që ke bler? Nuk do ndaja një, plus nuk kam dashur ndonjëherë që të flas për shifra në blerjesh të Të shifra, aksesor, Mirë, le të themi një bizhu, që ka një vlerë të caktuar, por nuk po zgjedh atë vlerën. A ke plane për në televizion ose projekte të tjera? Më pëlqen televizioni, e synoj televizionin, varet nga ofertat që do kem dhe zgjedhja që do bëj. Çfarë të mësoi për veten kjo përvojë? Më mësoi ta dua shumë veten. Kjo përvojë më maturoi, e quaj unë. E pash veten në një dimension që vështirë këtu jashtë ta shikoja. Jam gjendur e vetme, e izoluar, përballë një situate që nuk më favorizonte shumë, por përkundrazi kjo nuk më stepi dhe nuk ma zbehu në asnjë moment shkëlqimi, vetëm më bëri më të fortë. Dhe tani më duket sikur pasi kam kaluar këtë eksperiencë, jam gati të kaloj çdo lloj eksperiencë tjetër në jetë, sepse kur kam kaluar këtë, gjithë gjërat e tjera do janë shumë të lehta për mua. Sepse realisht këtu jashtë punët fal Zotit i kam shumë në terezi. Jam e përmbushur nga çdo anë, qoftë nga puna që bëj, qoftë nga familja, qoftë nga dashuria. Edhe kaq. Nëse do t'i thoje vetes një fjali përpara se të hyje në Big Brother, cila do të ishte? Shijoje shumë, mos mendo asgjë se në fund të ditës çdo gjë kalon dhe harrohet, por Big Brother është një eksperiencë që për mendimin tim vjen vetëm një herë, sepse edhe nëse do më ofroj një herë tjetër, nuk mendoj se do bësha përsëri pjesë. Ky ishte momenti im, kjo isha unë, uroj t'ja kem dalë dhe të kem treguar veten time se këtë e kisha pikë të dobët për ta bërë. Ina, faleminderit. Faleminderit shumë.